Deklarata e kreut të qeverisë pas kadastrës së Vlorës, edhe drejtoritë të tjera do të zhvendosen në kryeqytet, është mirëpritur nga qytetarët në Fier. Pranë zyrave të kadastrës, çdo ditë gjen qytetarë që presin me vite për të certifikuar pasurinë. Ky banor i lagjes 8 Shkurti prej 13 vitesh pret të certifikojë katin e dytë të shtëpisë. Online kemi bërë 2-3 herë, po nuk kemi marrë përgjigjen e duhur. Online, po ka qenë era fundit? Era fundit kam bërë në 22 dhjetor. Për vitin 2025. Për certifikuar katin e dytë. Kam shtesë katin e dytë. Dhe kur ka filluar në fakt kërkesa juaj për të certifikuar pronën? Gjën 2013. Që në 2013 dhe nuk e ke certifikuar? Jo, akoma. Si s'po marrë vesh që ajo Vlorës ka patur shumë probleme, është më mirë të vend qendror. Është më mirë thua? Diçka atje më mirë, sepse edhe nga punonësit ka neglizhim. Ka neglizhim nga punonësit që ta marrin përsipër patjetër. Nuk ka pse vit qytetari këtu të merret me punonësit. Nuk kam bërë një aplikim 2013. Mua tani më thonë se shfarë. Aplikime, nuk ekziston. Sa do bëjmë? Do se kuaj. Ka probleme vëllësh, ndryshme. Pranë kadastrës së Fierit, qytetarët kërkojnë kryesisht për shpejtimin e procesit të regjistrimit të pronës. Mbi vendosjet janë shkaku kryesor i zvarritjeve, por edhe i konflikteve. Këto të fundit përfundojnë në gjykat, ku edhe atje marrin zgjidhje pas vitesh pritjeje. Vetëm gjatë periudhës kohore 2024-2025, në gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm të Fierit u regjistruan mbi 100 paditë të lidhura me fitimin apo kthimin e pronës.